Forcimi i bashkëpunimit mes arsimit parauniversitar dhe atij universitar mbetet një nga prioritetet kryesore të zyrës vendore të arsimit në Shkodër edhe për vitin 2026. Drejtoria Brisela Kadia thotë se në fokus të këtij bashkëpunimi është përfshirja aktive e Universitetit Luiq Gurakuqi, i cili ofron trajnime falas për gjithë mësuesit e interesuar. Ajo që ne kemi patur prioritet gjatë vitit 2025 ka qenë fakti që kemi synuar shumë që të ndjekim prezencën dhe t'i ofrojmë secilit nga mësuesit mundësi që të jenë pjesë e këtyre trajnimeve, edhe nëse për një arsye ose një tjetër nuk kanë arritur që ta ndjekin në datën e caktuar. Sipas drejtores Kadia, dhe gjatë vitit 2026, trajnimet për mësuesit e të gjitha cikleve të arsimit parauniversitar në Shkodër do të realizohen nga universiteti mbi bazën e një grafiku të përcaktuar. Do vazhdoj trajnimi i mësuesve nga Universiteti i Shkodrës. Janë trajnime që mësuesve i ofrohen falas, por kemi edhe fatin edhe privilegjin që mësuesve tanë i japim mundësinë që edhe të përcaktojnë atë çka kanë nevoja vërtet dhe sigurisht se çka kemi ne pastaj mundësi. Bazuar në programin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit me qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale të mësuesve në fushat prioritare, gjatë vitit të kaluar Universiteti i Shkodrës ka trajnuar në 2 faza rreth 125 grupe mësuesish, jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga bashkitë Lezhë, Pukë dhe Kukës.